na nuk jemi popull ende boll, po mundohemi me prek famën me zhveshje, po jo. Nuk jemi na as zezak, as amerikan, as veç një levizje me bo qështu një zezake i ka hije, po na dalëm shumë se lashki kur e bujna qato abidin. Çfarë roli kish thonë ema ju, nuk e kish lujt kur? Se po besoj e ki edhe gjithë cili prej neve që qoftë që bujna një punë. E kom cek edhe në emisionin tjetër, do me thonë ku kam qenë. Jo, janë rolet me zhveshje, janë rolet provokative, na nuk jemi popull ende boll, po mundohemi me prek famën me zhveshje, po jo, na kemi boll talent, biles si Kosova që ka talent, nuk e di, dikush a ka talent, jemi shumë të kthjellët në mendje, në tru, në çka dush quje, nuk kemi nevojë me shku në egzagjerime, nuk jemi na as zezak, as amerikan, as ata e kanë atë pjesën e vetë që veç një levizje me bo qështu një zezake i ka hije, po na dalëm shumë se lashki kur e bujna qato abidin. Nuk duhet më mundu me i kopju tjeret kur kemi na tradita tona ball, kemi histori tona ball. Kemi çka me tregu. Po dhe pjesët e dashurisë kemi ato të lezetshmet kur një mashkull për shembull ka shku një javë ditë te shkolla për me pa një femën. Ajo dashuria më e mirë edhe që e ka pa veç me një zgjatit kokës jashtë dritares. Do me thonë kemi boll historia të bukra, tjeshme dhe dashurisë, nuk kemi nevojë me bo egzagjerime se s'na kanë hije. Definitivisht s'na kanë hije. Thot pengon pra që kjo pjesa, qoftë me aktrem, qoftë me moderim, që për ne me patjetër dush më konë, edhe nëse se ke kryer hiç gazetarin, edhe nëse nuk je hiç e licencuar për aktore, mjafton më duk bukur, mjafton me pas një trup bukur edhe me dal me kry çat punë që ndoshta dikush që e ka bo shkollën, e ka bo mundin për ta, nuk arrin me marrë si pozit. Sa të pengon që kjo? S'ka që më pengu mu, më pengon veç për çështjet kombit, mu personalisht nuk më pengon as pak. Nëse aty në ju duket bukur, e që një gjë vulgare asnjëherë nuk është e bukur. Një gjë me elegancë është e bukur, një gjë me nder është e bukur, do me thonë e bukur është diçka kur nuk del jashtë kufeve të bukurës. E bukur është natyralja, egzagjerimi është vulgar, ajo është pjesë tjetër. Gjërat e bukura janë gjërat e mira, do me thonë gjërat që kanë vlerë. E bukur nuk është diçka kur i kalon kufit.